Kapet 30 vjeçari në Tiranë përgatiste doza kokaine dhe kanabis në banesë. Një 30 vjeçar është arrestuar në Tiranë pasi u gjet lënë narkotike. Mësohet se i riu Sergio Rama kishte fshehur në banesë 1 kilogram e 276 gram kanabis kokain. Kanabis dhe kokain zbulohet një banesë që shërbente për përgatitjen dhe ndarje në dozat e lëndëve narkotike me qëllim shitjen e tyre. Sekuestrohet 1 kilogram e 276 gram lëndë narkotike kanabis, sasi lëndë narkotike kokain, një peshore elektronike, arrestohet poseduesi. Shërbimet e komisariatit të policisë numër 6 në bashkëpunim me seksionin për hetimin e narkotikëve të DVP Tiranë, në vijim të punës pa ndërprerë për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, kanë finalizuar operacionin policor të goduar Drugbejs. Si rezultati i këtij operacioni u arrestua në flagrant shtetasi SR, 30 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit në banesën e shtetasit SR, shërbimet e policisë kanë gjetur 1 kilogram e 276 gram lëndë të dyshuar narkotike kanabis, lëndë narkotike kokain dhe një peshore elektronike që u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Punohet identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme, njoftoi policia.